të tërheqin. I pak dëshirueshëm, 9 grada. Ndjekura në rrjetet sociale Kim Kardashian, e cila tashmë ka arritur edhe një gol apo një qëllim të saj të fundit, edhe një shifër marramendse nga kompania e saj e veshjeve sportive Skims, dhe jo vetëm veshjeve të brendshme, të gorseve, të brendshmeve, të streçeve dhe veshjeve sportive, e cila duket në fakt se ka arritur vlerën $5 miliard të saj. Kompania thosë se planifikon të përdorë parat nga investitorët, përfshirë dhe një deg të gigantit bankar të Wall Street, Goldman Sachs, për të hapur më shumë dyqane dhe për të zgjeruar në të gjithë botën dyqane fizike, për të çuar Skims në një tjetër nivel për të shitjeve marramendse online që ndodhin nga kjo kompani. Skims ka 18 dyqane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shet produktet e saj në të gjithë botën nëpërmjet edhe shitjeve online. Tashmë vlerësohet $5 miliard. Në të tjera zhvillime është bërë një anketim për të vlerësuar se çfarë preferon gjenerata Z. Preferon të kaloj kohë me partnerin e tyre, apo preferon që të ketë eksperienca jashtë shtëpisë, jashtë 4 murave të shtëpisë apo dhomës së gjumit. Dhe sipas në fakt Live Nation dhe kësaj ankete globale, që përfshim 15 vende dhe 40.000 pjesëmarrës, kanë zbuluar se 70% e fansave të muzikës preferojnë të shohin një shfaqje live sesa të kryejnë marrëdhënie intime me partnerin. 40.000 njerëz të moshave midis 18 dhe 54 vjeç në 15 vende, ju bë kjo pyetje nga Live Nation.